Të nderuar pranishëm, ju falenderoj që keni nda kohë për bëha hamazhet për nder të dëshmorit Arif Ibrahimit. Sot është një ditë sa edhe e dhimbshme, po as edhe e guximshme, që na sot përkujtojmë një ditë rënjën e tij, me cilën këtë datë 27 maj ra dëshmor në fshatin Srim. Këtu sot jemi të gjithë me një ngjyrë dhe një falënderim i veçantë shkon prej neve si shok të Arif Ibrahimit ndaj jush, si edhe familjes së Arifit. Andaj për një minutë heshtje ftoj të nderuarin djalin e dëshmorit Ismet Bajramit nga fshati Bresë. Të nderuar të pranishëm, të nderuar bashkë kushtetarë të prindëve tonë dëshmor, pa humbur kohë, u thras që me një minutë heshtje të nderojmë dëshmorët e kombit. Lavdi. Tani ftoj pozën e nderuar që me një lutje të nderojmë dëshmorët e kombit. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Tani ju ftoj që të nderojmë dëshmorët e kombit duke vënë lule në barrin e Arifit Ibrahimit. Tanku e topi vjedhin zjarre hekur, por guximi jo mor. Sot është dita e babit 27 maj. Ju faleminderit një herë pikëpari juve si TV-njus. Faleminderit që erdhën për të nderuar dëshmorin e kombit babin tim. I faleminderit edhe mysafirët që i patëm. Faleminderit të gjithë që morën pjesë.